Po takohemi në këto 60 minuta. Pas pak në studio do ta kemi avokatin Naim Rodari, ku do të flasim lidhur me procesin e gjykimit në rastin Banjska, ku sot e kemi parë që është mbyllur seanca për publikun për shkak të dëshmisë së një dëshmitari anonim. Se si po ecën ky proces gjyqësor, a mund të ketë shpresë që gjatë këtij procesi gjyqësor mund të ketë arrestim dhe ekstradim të njërit prej personave kryesor të rshirë në këtë rast të Milan Radojqiqi dhe kur mund të përfundojë ky proces gjyqësor, të gjitha këto i diskutojmë në studio. Por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Presidenti Osmani quan të panevojshme ankesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese. Osmani kërkon që të mos supozohet se do të dështojë krijimi i qeverisë së re. Xhafer Tahiri arrin koalicion me vetëndosjen në ushtri kundër vullnetit të partisë. LDK-ja quan të pavlerë marrëveshjen dhe paralajmëron masa pas balotazhit. Mbyllet për publikun seanca për rastin Banjska. Prokuroria speciale vlerësoi të dëshmitarit mund të rrezikojë siguria nëse flet në seancë publike. Trump kërkon daljen e luftës në Ukrainë në vijat ekzistuese të frontit. Qëndrimi i tij vjen pas raportimeve se Trump ja kishte kërkuar Zelenskit që Donbasin t'ia lënte Rusisë. Presidentja Vjosa Osmani ka konsideruar të panevojshëm ankesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese lidhur me seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Duke folur për mundësinë që kushtetuesja të pezullojë rrjedhën e afatit për formim të qeverisë, duke vendosur masë të përkohshme, e para e vendit thë se lista serbe po tenton të krijojë vonesa në formim të institucioneve, raporton Kosova Press. Kjo sipas saj dëmton interesat e Kosovës si shtet, por edhe të të gjithë qytetarëve të të gjitha etnive. Ndërsa sa i përket formimit të qeverisë, Osmani ka thënë se është herët të supozohet se mund të dështojë formimi i qeverisë së re. Sa i përket përpjekjeve të partive politike, por i kthehem pak të përvoja ime kur kam qenë edhe unë në parti, shumica e këtyre diskutimeve mes partive politike ndodhin prapa dyerve të mbyllura, shpesh herë ju e merrni vesh shumë vonë, madje nganjëherë edhe ne që ishim në parti e merrnin vesh shumë vonë, ju kujtohen disa prej koalicioneve të tilla, pra unë nuk do të sugjeroja që nuk ka përpjekje, sepse vetëm pse ne nuk i dim, nuk do të thotë që ato nuk janë duke ndodhur. Nuk jam e sigurt nëse ka përpjekje, nëse ato janë mjaftueshme, sepse si presidente nuk ndërhyj në diskutimet mes partive politike. Kandidati për kryetar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka vendosur të lidh koalicion sot kundër vullnetit të partisë me lëvizjen e vetëvendosje në këtë komunë. Kandidati i vendosjes përmes një statusi të shpërndar në rrjetet sociale ka thënë se marrëveshja me Tahirin e LDK-s është lidhur me synimin që të ndryshohet qeverisja në vushtri. Ndërsa dega e LDK-s në vushtri të hënën pas arritjes së këtij koalicioni, përmes një reagimi ka thënë se kjo marrëveshje nuk afekton asnjë garë tjetër përveç vushtrisë. Së bashku me asamblesës e zgjedhur të LDK-s, dje kemi besatuar para Zotit që do ta sjellim këtë ndryshim. Me ndershmëri, punë dhe dashuri për qytetin tonë, thuhet në reagimin e kësaj dege. Por LDK-ja në qendër e ka quajtur të pavlerë marrëveshjen dhe ka paralajmëruar masa konform statutit pas përfundimit të balotazhit më 9 nëntor. Veprimet e kandidatit tonë në vushtri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statutore të LDK-s, thuhet në reagimin e LDK-s. Sipas rezultateve të KQZ-s në vushtri do të ketë balotazh mes Ferit Idrizit të PDK-s e Sulejman Mehollit të LDK-s. Dërsa tani do t'jekim storën e kolegut tonë Ardit Kika lidhur me seancën gjyqësore dhe deklarimin e Faruk Mujkës dhe të akuzuarit tjetër në rastin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Faruk Mujka, kryeshef i ndërmarrjes publike i Bërlepenci dhe Hysen Muzli Ukaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për Administratë Publike, janë deklaruar të pafajshëm të hënën para gjykatës themelore në Prishtinë lidhur me akuzat për korrupsion. Prokuroria speciale pretendon se ata i shkaktuan dëm shtetit mbi 100.000 euro me këmbimin e një prone në kohën kur Mujka ishte nënkryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut e Muzli Ukaj drejtori i geodezisë. Megjithatë, ata nuk i pranuan akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Cili është qëndrimi juaj për këto vepra penale? Cili është qëndrimi juaj rreth kësaj?
Dy të akuzuarit sipas prokurorisë kanë çuar në kuvend komunal propozimin për këmbim të pronës, e që nuk ishte e komunës, por e Agjencisë së Kosovës për privatizim, duke dëmtuar kështu buxhetin publik. I kanë paraqitur kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, konkretisht pjesën e njësisë kadastrale lokalit Afaret, me që rast të pandiorit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm APF-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jashtë 125.100 euro. Prokuroria speciale Iliriana Çollaku Tafa tek lexoi akt akuzën tregoi se kryeshefi aktual i Bërlepencit akuzohet edhe për mosdeklarim të pasurisë. Nga një datë e pavërtetuar deri më datë 15/7/2023, në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. Shumë kjo e gjetur dhe sekuestruar gjatë zbatimit të urdhërkontrollit të gjykatës në shtëpinë e tij në Mitrovicë. Të akuzuarit kanë 30 ditë kohë për ankesë ndaj aktakuzës dhe provave. Mujka është ish kryetari i Degës së Lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë, kurse Muzliu ka i garoi për asamblesë më 2021 si pjesë e listës së kësaj partie. 12 organizata të shoqërisë civile në Kosovë përmes një letre të hapur dërguar liderëve të Bashkimit Evropian kanë kërkuar heqjen e masave të mbetura ndaj Kosovës. Letra është dërguar presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shefës për politikë të jashtme të BE-s Kaja Kallas, si dhe ambasadorit të BE-s në Kosovë Ivo Oraf. Në këtë letër thuhet se si organizata të shoqërisë civile janë të shqetësuara për ndikimin negativ që këto masa kanë shkaktuar në aspiratat evropiane të qytetarëve të Kosovës. Për të ndikimit të tyre financiar, këto masa kanë dekurajuar përpjekjet për reforma, kanë kufizuar punën e shoqërisë civile dhe kanë zvogluar ndihmën në sundim të ligjit shëndetësi dhe arse. Kjo situatë vazhdon të pengojë integrimin evropian të Kosovës, i cili mbetet vendi vetëm në kontinent me orientim të qartë drejt BE-s, që ende nuk ka marrë statusin e kandidatit, thuhet mesjerash në letrën e këtyre organizatave. Inspektorati Policor i Kosovës të dielën mbrëma ka arrestuar një zyrtar të policisë së Kosovës në ndyshimin se ka kryer dhunë në familje. Ai është ndaluar për 48 orë dhe është suspenduar. IPK-ja kishte pranuar informacion dje në orët e pasditës lidhur me dyshimin se një zyrtar policor në Prizren ka kryer veprën penale dhunë në familje. IPK-ja ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Hetuesit e IPK-s në koordinim të plot me prokurorinë themelore në Prizren do të vazhdojnë të ndërmarrin edhe veprimet të tjera hetimore drejt ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast, ka njoftuar mesjerash IPK-ja. Do flasim tani për një zhvillim në Maqedoninë e Veriut, ku partia në pushtet VMRO-DPNM-i shpalli fitore bindse pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut më 19 tetor. Nga 80 komuna, kjo parti do të ketë 30 kryetar komunash dhe në balotazh për të fitojë edhe 20 të tjera. Në bllokun politik shqiptar, kandidati i Vlenit Izet Megjiti fitoi bindshëm në komunën kryesore Çair, ndërsa Bilal Kasami në Tetov. BDI-ja kërkoi referendumin e fitoi referendumin, tha Kasami, derisa shpalli fitoren në Tetov, duke ironizuar me kundërshtarin Ali Ahmeti. Në 4 vjetët e fundit, BDI-ja ka udhëhequr me 11 komuna përfshirë Çairin. Derisa tash BDI-ja ka fituar 4 komuna pa balotazh. Dita e zgjedhjeve kaloi e qetë dhe pa shkelje të mëdha. Pritshmëritë e qytetarëve janë të ngjashme një jetë më e mirë në komuna më funksionale. Dëshmitari anonim A2 ka dëshmuar para gjykatës themelore në rastin e gjykimit për sulmin terrorist në Banjsk. Dëshmia është dëgjuar në seancë të mbyllur për publikun pasi prokuroria speciale vlerësoi se dëshmitarit mund t'i rrezikohet siguria nëse flet në seancë publike. Dëshmitari anonim A2 është dëgjuar në seancë të mbyllur në shqyrtimin gjyqësor për sulmin terrorist në Banjsk. Gjykata e aprovoi propozimin e prokurorisë speciale, sipas së cilës dëshmitarit mund t'i rrezikohet siguria nëse flet në seancë publike.
Aprovo propozimin e prokurorisë. Usvaja se prezo përgjithashme. E sëmëtat e ka rënë në seancë të mbyllur. Posteriormente, zatvori. Gjatë dëgjimit të dëshmitarit anonim atë, Tokom saslušanja svjedoka mirë anonimno vazhduar svjedoka anonimin 289, na osnovu člana 29, paragrafi 1, paragrafi 1.4, postavljeno në qëllim të mbrojtjes së dëshmitarit. E paraprakisht prokurori special Naima Abazi theksoi se e mbështet kërkesën e tij në kodin e procedurës penale, teksa Ljubomir Pantović, avokati të akuzuarit Blagoje Spasojević, tha se kërkesa e organit të akuzës nuk ka bazë. Kao što znate, ovaj status i dëshmitarit është vendosur svjedoka në je njegov punën e status dispozitave u skladu të 13 të sa odredbama që rregullojnë mbrojtjen e dëshmitarit, odbranu, znači svjedoka, përfshi uključujući mbrojtjen zaštitu svjedoka, uključujući zaštitu anonimnih svjedoka, me qëllim që të garantohet sa namjerom da bi se siguria zagarantovala fizička sigurnost, bezbednost e dëshmitarit si dhe përveruar svjedoka, integritetin e procedurës. kao i në zëqu. Edhon do të pajtuesha me këtë, po të dëgjonim nga prokuroria arsyet konkrete përse prania e publikut do të ndikonte negativisht si të dëshmitari ashtu edhe të procesi. Pra ne arsye konkrete nuk dëgjuan prej prokuroris, andaj propozoj që të mos e pranoni këtë propozim. Në këtë rast janë të propozuar 3 dëshmitar anonim F1, A2 dhe Z1. E të hënën nuk ishte hera e parë që u mbyll seanca në emër të mbrojtjes së dëshmitarëve. E para dëshmitarit A2 më 21 korrekt, gjykata në seancë të mbyllur e dëgjoi dëshmitarin F1, lidhur me dëshmitë e dëgjuara deri më tani nga dëshmitarët serb Rade Nedeljković, Ivan Filimonović, Veljko Ilić dhe Marko Savić. Vërejtje të mëdha ka dhënë avokati i të dëmtuarit policit Alban Rashiti. Avokati Naim Rudari ka parashtruar kallëzim penal kundër tyre për deklarim të rrem, e në IKD kanë thënë se ekziston mundësia që dëshmitarët i janë nënshtruar presionit për të dëshmuar në favor të akuzuarve, duke u gjykuar për kryerje të veprës terroriste për sulmin ku u vra policia Afrim Bunjaku, janë 3 të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tëllić dhe Dušan Maksimović. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim me të cilin ka refuzuar propozimin që gjykimi për 42 të akuzuarit e tjerë të akuzuar për sulmin terrorist në Banjsk të vazhdojnë në mungesë. Në akt akuz thuhet se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, të akuzuarit kanë tentuar ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Kosovës dhe t'ja bashkojnë Serbisë.